Dhjetra antar të shoqatës Pëllumbat e Postës 2003 protestuan sot në Fier, duke ngritur shqetësimin se po pengohen të marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Sipas tyre, shkak është bërë një shkresë KOKSH drejtuar doganave, ku kërkohet që ata të regjistrohen pranë Federatës Përkatëse për të zhvilluar aktivitete jashtë vendit. Antarët e shoqatës thonë se janë të njohur ndërkombëtarisht dhe prej vitesh marrin pjesë në gara në Ballkan dhe Europë pa hasur probleme deri më tani. Ata shtojnë se së fundmi janë bllokuar edhe në kufirin me Kroacinë për shkak të kësaj situate. Ne protestojmë për arsye sepse dikush të organizatës olimpike KOKSH-it ka dërguar një letër në doganat e këtë Shqipërisë për mos daljen nga territori shqiptar të shoqatës tonë, në cilën ne jemi pjesë ka 20 vite, që jemi organizatë, ne bëjmë lojra jashtë Shqipërisë, kemi hedhur plumat në Berlin, në Francë, në Kroaci, në çdo shtet botës. Jemi pjesë e organizatës kolombofile, Federata Internacionale Kolombofile. Kemi edhe një antar, sekretari jonë është me drejt vote në komitetin në Federatën Internacionale të Kolombofiles, që për çdo ndryshim ligji ose gjëne rregullore në bazë sportit, ne kemi drejt vote, reprezentojmë Shqipërinë në këtë rast. Është e parë në kaq vite që ju pengoheni? Po, kanë bërë disa tentativa edhe vjet në shtator, por pa sukses sepse ishte çdo gjë është e rregullt. Këtë radhë pas ju lloj letër njoftimi, pas ju lloj gjëje na kanë kthy mbrapsht nga ajo. Duke na shku dam munin e një viti që merremi me to. Ne jemi një organizatë jo fitimprurse, nuk ka jo qeveritare, jo jemi vetë financohemi, edhe nuk e kuptoj arsyeën sepse ne nuk duhet dalim. Përdesa rregullat e kemi. Kemi marrë letër nga Ministria e Bujqësisë, arsyeja regjistrimin KOKSH. Regjistrimin KOKSH nuk e kuptoj arsyeën sepse do të regjistrohen KOKSH. Ne nuk marrim fonde nga shteti, nuk kemi vetë organizuar, paguajmë çdo lloj gjëje që është e mundshme, çdo Ministria e Bujqësisë na ka dhënë okay, si nga pjesa veterinare, nga çdo gjë. Ata na kanë arsye, nuk na kanë dhënë as arsye në dogana, një letër që do të na japin mbrapsht për kthimin mbrapsht. Tash nuk e di se ç'është arsye. Ne këtë protestojmë. Ne po bëjmë basketingun e radhës për garën e Serbisë, kur gjitha dokumentacioni i rregullt është nga pjesa e Serbisë, nga pjesa e Maqedonisë të tjetër tranzit. Edhe Shqipëria thotë jo, s'do të kaloni. Do të regjistroni ke një shoqatë që më ka kriju para 2 vitesh, 3 vitesh, edhe ka shkuar regjistrum KOKSH, por ne nuk e shohim arsyeën sepse ne do të regjistrohemi KOKSH. Plumat tonë nuk hedhin shtiza. As nuk bëjnë vrap, as nuk bëjnë not, fluturojnë. Tash arsyeja sepse do të regjistrohemi atje, përdesë ne jemi organizatë jo fitimprurse. Ne me lek tona mbledhim sa lekë, as lekë na bën, as antar jemi, as lekë kemi bën. Këto lekë na dalin për shpenzime, ne jo nafta, jo shoferi, jo tjerë dhe marrim garat. Të njëjtit lojtar që ka krijuar shoqat, ai para në 2019, në 2018 deri në 2020 ka los ke ne. Ju sot do të niseni për garë. Po do nisim për çfarë thon. Po do të protestojmë masivisht, sepse është mundi i djersa i këtë vitit. Po thuaj se jena 170 lojtar ne këtu. Ne gjithë të gatshëm të protestojnë, edhe se ndoshta duket i gjallë shumë e thjeshtë për pluma, por është i pasion i gjithëve i këtë Shqipërisë. Ne fillojmë nga Kuksi deri në Sarand. Janë 170 lojtar që marrin pjesë në të gara, zhvillojmë këtë garat. Ne dyert e hapur janë viri kush doje, të lozi ku doje, por në detyrim nuk mundet me na vua as KOKSH as njeri në botë, se ne do të shkojmë të lozim me X person ose me tjetër person. Jemi organizatë jo fitimprurse, e vetë organizuar. Nëse ka nevojë për një dokumentacion shtesë, ne mund ta prokurojmë edhe me t'i japim. Por jo të regjistrohemi, nuk kemi se të regjistrohemi as ke KOKSH-i, as ke Zanxhyla, se ka qenë lojtari jon. Ka qenë lojtari jon, ka hap shoqatë, nuk më intereson fare, ai të lozit, ikin lojtarit. Nëse nuk janë të pakënaqës lojtarët tonë, shkojnë të lozin me X federata ose me këtë të kanë. Bën, nëse duan të vinë, nuk kemi lidhje fare. Ne do bëjmë sportin, po bëjmë sport, jena të rregullt, jena çdo gjë të rregullt. E arsyeja besoj unë, arsyeja sepse këtu kene bëhet sport. Garojmë në garat internacionale, kena dalë të 43-it, të 63-it në botë, në Federatën Internacionale Kolombofile. Ne kemi qenë 2012 bëjmë gara, si në Shqipëri, si jashtë shtetit, kudo në përbot. Nuk na ndalon dogana kroate, na ndalon dogana shqiptare, për turp të Zotit. Tani muhabeti është këshuja. E gjithë kjo punë e ka bërë ai i KOKSH-it me Zanxhylen, që është nga Lushnja, për interesat e tyre, se do të tërta lojtarët ti marrit, ti çoj atje, fitoj Zani lek. Po loj nuk di të bëj fare është zero, nuk ka asnjë lloj loje, nuk ka bërë asnjë lloj vetëm mashtrim, asnjë lloj gjë. Kurse kujtimi, këtë që lozim neve e një tërbota, është njësh këtë sporti. Dhe kjo bëhet vetëm për interesa personale, që të gjitha lekët e plumave t'i mbledhi Zani, se jemi budallëneve. Prandaj për kapriço të kësaj natyre, që nuk bashkëpunojmë ne me Zanin, po hajde shuan letër në dogan atje për na bllokuar neve. E kupton, vetëm ky është problemi jon.
Kurse për rregulla, për tera, për letra, për çdo gjë kemi tera në rregull neve. Kjo bëhet vetëm që zani ti mbledh të gjitha lojtarët ju marrin lekët. Oni na kthyen dogane vlla, na kthyen kot valla. Oni na respekton Kroacia ku shkojnë plumati do tër bota vlla. Në Gjermani, në Belgjik, çdo vend kemi mbledhur botë, kemi pluma me lek. Vemi tani na çojnë kokën aty vlla. Ne do nisim për Gan. Nëse pluma ta nuk kalojnë, do Gan do bëhet nami dhe plumat e tyre do kalojnë për 100 vjet. Jam i Federatës Plumave të Posës dhe shpresojmë që nga mediat të vejnë në veshin e duhur, vërejtja e gjithë plumbarizve dhe e gjithë sportdashëve. Pretendoj që ne jemi shumë të rregull, mbas edhe ky zoti Fidel Ylli na ka ngatruar me ata që janë 30 veta, po ne jemi 170 burra këtu që po bëjmë sport për relaksin tonë. Nuk kemi kërkuar në fonde apo diçka të ndryshme. Megjithatë, tek neni 10 që të antarësohesh në koksh, duhet të jenë të paktën dhe 5 federata të tjera ndërkombëtare të njohura nga Komiteti Olimpik përkatës. Federata Plumave të Posës është njohur nga FCI-a. Neve tani është ajo shpreha, ajo fjala që prish shtëpi e bëj kasolle. Neve jemi në shtëpi pse do jemi në kasolle të gjymtyruar. Të më falin ata miqët, ata shokët, se unë i njoh se jam ndër të parët dhe jam pioneri i kësaj federate. Shpresojmë që edhe juve, edhe ata që janë diçka më të mëdhenj. Apel që keni për federatën? Për Federatën Plumave të Posës. Apel për federatën. Për kokshin? Për kokshin shpresojmë që ata të ndryshojnë. Problemi qëndron që nuk e njeh mirë situatën se si është me pëllumbat. Do ka dëgjuar vetëm dy persona. Nuk ka dëgjuar të gjithë çuna, se këtu ka njerëz veteranë si punë Pëllum Mukës, që janë veteranë, Luli, e shumë të tjerë këtu. Duhet të vit na dëgjoj dhe ne një herë këtej, që si është dhe nëse është diçka që është shkelur nga ana e kësaj shoqate, Pllumat e Posës 2003, është një shoqat që ka zhvilluar gara, kam qenë gjithmonë prezent që në 2011, kur kemi bërë gara, kemi zhvilluar gara në Malë të Zi, në Kroaci, dhe janë bërë gara, kjo shoqat ka marrë pjesë edhe për evenimente ndërkombëtare, si në Francë, si në Berlin. Është e njohur dhe certifikuar nga një organizat ndërkombëtare që e ka emrin me iniciale FCI, Federata e Kolombofilëve Internacionale. Dhe është nxituar pak a shumë situata, ne duam të kemi një federat, faktikisht të përgjithshme, por nuk është detyrim që ti të detyrosh shoqatat, se shoqata këtu janë plot të krijuar në Shqipëri. Kupton? Por që zhvillon garat është vetëm kjo, që zhvillon garat korrekte, që njihen dhe nga FCI-a, programi bëhet nga FCI-a, ka të drejta dhe nga këto organet ndërkombëtare, si nga benzingu, që janë mjetet matëse të kohës të plumave, nxjerrjen e rezultateve që është nga Maj Pigeonsi, njihet ndërkombëtarisht si shoqat. E keni vënë ju dijani Federatën Ndërkombëtare të Kolombofilëve për këtë situatë? Më fal. Tani janë bërë ankesa, është bërë dhe publike, si keni parë vetë në media, që çdo antar ka publikuar shqetësimin e tyre, dhe shpresojmë që të gjendet një rrugë e mirë dhe mos të pengohen kaq shumë, se janë gati 5.000 pëlluma, janë 200 djem që lozin ata, shpenzojnë, kurse ajo shoqat federat tjetër, kupton? Ajo, unë e disa pluma kam qenë prezent për atë, nuk kam gjë me njeri, s'duat as të shaj njeri, as të kritikoj njeri, po është e mira të gjejnë emëruse e përbashkët që të bashkohet, dhe po jo me detyrim. Kupton? Të zhvillojnë garat. E ka dhe statuti i tyre, i federatës, edhe statuti i Komitetit Olimpik Shqiptar, e ka që çdo federat ka të drejtë të bëj gara, të zhvilloj çdo grup, se thash federat, çdo grup. Grupi Vlorës, grupi Fieri, s'ka problem, është si punë e sportit, nuk është i detyruar futbolli. Kupton? Se është i detyruar ta mos dali jashtë, pse nuk e njeh Fideli.
apo Komiteti Olimpik Shqiptar. Protestuesit kundërshtojnë detyrimin për regjistrim në federat, duke theksuar se funksionojnë si organizate pavarur. Ata paralajmërojnë për shkallëzim të protestës nëse do të vijojnë pengesat në dogana.